Mund të jetë një vendim pikërisht për të mos pasur konflikte. Tashmë ne po i shohim edhe në nivel politik, përcollëm rreth një javë më parë dhe deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić, së fundmi edhe të trajnerit të kombëtares serbe. Po është i paevitueshëm tensioni. Pra po penalizohen tifozët për të qenë e qetë Serbia dhe marrëdhënia e Shqipërisë me Serbinë? Jo, unë dua të besoj që është një marrëdhënie e cila nuk është bardhur plotësisht mes federatës dhe tifozave të QSI, që duhet të ishin luajal edhe në raport me publikun për gjërat që nuk kanë shkuar deri në këtë moment. Pastaj sa tjetër pak kënaqësisë është sigurt, sepse në momentin që ti ke 10 fishka kërkesave për atë olimpian, natyrisht që 90% e njerëzve do të jenë të pakënaqur kjo cila do mënyra se si do t'i shpërndash ti biletat. Në fund të fundit, ne duhet përgatitemi vetëm për një ndeshje futbolli, dhe çdo njeri që do të ketë një bilet në dorë vi për të mbështetur Shqipërinë, nuk do të vi as për të bërë luftë me Serbinë, as për sjellje të dhunshme, për të sjellë ndërprerjen e ndeshjes. Ne duam të jemi lojtari 12 aty, ta mbështesim ekipin tonë kombëtar. Ndoshta do të jetë pamundur pa tifozët QQZ, në mënyrë se si ata kanë bërë gjatë kësaj periudhe, por çdo njeri që do ketë fatin aty, unë do lutesha që të fokusohet vetëm tek ndeshja. Ne kundërshtarë serb do të kemi në të gjitha fushat e tjera, jo në fushën e lojës. Dhe pikërisht ndalemi edhe tek përgatitjet e deri tanishme të kombëtares, me kë ka parashikuar Silvinjo të luajë në fushën e Blert. A do të marrim 3 pikë të shtunën në Tiranë? Ariglon? Tani, Lita, okay. Okej, ne normalisht shpresojmë që të marrim 3 pikë. Tifozët QQZ ndoshta nuk do jenë stadium, po normalisht që e kanë aty dhe ne aty do jemi, afër stadiumit. Me dëshirë duam 3 pikë në çdo përballje të kombëtares, por nëse shohim se si është ekipi ynë, si është ekipi i kombëtares serbe, pra të bëjmë atë diskutimin objektiv. Ndoshta kanë diçka pak më lart nga ana fizike si. Kemi një shkëp, po. Nga ana fizike Serbia është diçka më mirë, por duke parë unë pash edhe listën që ka shpallur Serbia me ndeshje kundër nesh, nuk kanë asgjë të pamundshme. Normalisht do doja që ne të ishim në stadium, do jetë një minutë, unë besoj që do jetë një minutë shumë i madh mosprania e BGZ-s, dhe do jetë një ndeshje më skandaloze për një tifoz që don futbollin për të parë në stadium. Do të thonë, kjo është një ndeshje për dikë që dëshiron të shikojë teatr dhe të marrë një pak fare dhe të vi aty qetë. Sepse edhe nëse ti do duhesh të bësh një kohë një diçka, aty do kesh plot civila, nga informacionet që kam si gazetar, janë të pakën mbi 700 civila. Domethënë policia civila të shpërndarën nëpër stadium. Dhe besoj do kesh shumë probleme, si sa të fillosh shas Serbin, do të vijë tjetër, jo po prit mos. Po pritet se jena në stadium tash, nuk jena në teatr, jena për të mbështetur kombëtarin, jena për të bërë zë. Jena për t'i fut dridhurat dhe kundërshtarit, pra me kore, normalisht, sigurisht. E qartë, po edhe plani masave do duhet zbatuar, sepse rrezikojmë të penalizohemi nëse bëjmë shkelje. Okej, normalisht ne kemi respektu fyse gjithmonë. Edhe të gjobat që përmeni Ylli që ne kemi marrë, thjesht dua t'i them Ylli që unë njoftua që nuk do ishte 20% bosh stadiumi, pra që ne marrëm dënim, ndërkohë që sot nga disa reagime që kam parë, kam marrë vesh që të pjesa diskriminimit të kësën e kanë zëvëstuar me LGBT-q, që nuk e di se çfarë diskriminimi u bëhet atij grupimi i Shqipërisë. Dhe në vend tonë do bëjmë tifozliga ato. Tash ta shohim se sa zoti do jenë aty për në bot tifozliga. Ariglon, të falenderoj për këtë lidhje. Ndërkohë, zoti Aga, si e parashikoni ju, në çfarë kushtesh është kombëtarja shqiptare për të përballur të shtunën me Serbinë? Tafina, përpejt dëshirës dhe mëndrës së gjithëve për një ndeshje të madhe dhe për një fitore që do të na ndihmonte në objektivat për kualifikimin e mundshëm në finalet e botrorit. Është e rëndësishme të analizojmë faktin që në vijim të çdo ndeshje bëhet një lloj preview-je, një lloj parashikimi dhe vendosur në letër apo në peshore, të gjithë do të jenë të qartë dhe le ta konstatojnë që përballemi me kundërshtar që në letër është më superior se sa ekipi kombëtar, kjo për traditën që dy ekipet kanë.
për një pozicion që kanë në lidhjen e FIFA-s, kujtoj Serbia është vendi 31 në lidhjen e FIFA-s, Shqipëria është vendi 66. Për vlerën e lojtarëve që janë të grumbulluar me Serbinë që është me gati 270 milion euro, me Shqipërinë gati 100 milion euro, pra në peshore Serbia është më favorite. Por fal zotit, luhet një ndeshje futbolli, lojtarët janë aty për 100% të mundësive të tyre, dhe unë jam plotësisht i bindur që cilëdo qofshin sjelljet e trajnerit një do të mund ta japin më të mirën e tyre, duke patur edhe fatin me vete, duke patur edhe mbështetjen e publikut, duke patur edhe episodet në favor. Shpresoj të marrim një fitore që do të ndihmonte jashtëzakonisht shumë për objektivin për të qenë minimalisht të dytët në një grup ku Italia realisht do të jetë pa konkurrueshme për vendin e parë. Urojmë të ndodhë. Kjo është shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim. Faleminderit. Mirë, ne kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme. Ishim me një transmetim të drejt për drejt për afro 3 orësh me zhvillimet kryesore të ditës. E nisëm në fakt me një operacion të SPAK me autoritetet finlandeze, 300 kg droge sekuestruar, 9 persona të arrestuar, 2 të tjerë të shpallur në kërkim. Po ashtu një tjetër grup i trafikut të drogës dhe armëve i goditur nga policia e Fierit, aty përdori nga antarët e këtij grupi sipas policisë edhe maska me fytyrë njeriu, po ashtu edhe veshje të policisë, me që ato arritën që ta zbulojnë dhe 4 persona janë arrestuar. Po ashtu ndalëm tek zhvillimet të tjera, kas që po shqyrton ankesat, sot u hap një kuti e Vlorës pas ankimit që ishte bërë nga Nisma Shqipëria Bëhet, por sipas informacioneve rezultoi se fletët e votimit ishin me vul përkundër pretendimeve që kishte nga ky subjekt politik. Ndërkohë që vijojnë ankesat edhe nga kandidatët e Partisë Demokratike të listës së hapur, të cilët tashmë meqense nuk u legjitimuan në kas, po bën rrugtimin deri në kolegjin zgjedhor, do të shohim se si do të jetë vendimarrja aty apo nga ana tjetër nëse do të kenë një mbështetje nga Partia Demokratike për rastet kur ata mendojnë se ka pasur një trafikim të brendshëm të votës. E së fundi u ndalëm tek ajo që po ndodh në lidhje me përgatitjet për përballjen e madhe të shtunën mes Shqipërisë dhe Serbisë. E nga ana tjetër problemi për herë të parë i shkaktuar në lidhje me tifozët pas 21 vjetësh, ato nuk kanë bileta të rezervuara, nuk do të jenë në stadium për të parë kombëtaren. FSHF-ja zgjodhi një mënyrë llotarie përmes kërkimeve dhe aplikimeve online për të pajisur me bilete. Duket se tashmë tifozët kuqezin kanë mbetur jashtë kësaj ndeshje të rëndësishme. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shihemi nesër, kalofshi bukur.